أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-azim. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërues dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemërta, qofshin mbi vullën e pejgamberisë, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, ne sot inshallah taala do të trajtojmë temën e ndikimit të Kur'anit tek njeriu dhe në përgjithësi tek krijesat. Allahu xhaleshanuhu e shpalli të folmën më të mirë. Allahu xhaleshanuhu e shpalli Kur'anin si fjalë hyjnore dhe dërgoi në tokë që të jese udhëzim për njerëzit. Kur'ani e ka fuqinë e vet dhe ndikimin e vet, sepse ashtu Allahu xhaleshanuhu dëshiroi që të jese kjo fjalë e fundit e tij drejtuar njerëzimit, sepse Kur'ani do të jese libër që do të ngele në tokë deri para fundit të botës. Dhe përderisa është udhëzim për gjithë njerëzimin, edhe ndikimi I Kur'anit tek njerëzit është I fuqishëm. Edhe të hujt kur e kanë lexuar, kur e kanë studiuar Kur'anin, e kanë pa se Kur'ani e ka një fuqi të mahnitshme dhe e pamundshme që t'jetë bën nga mendja e njeriut. E pamundshme që t'jetë formulu nga mendja njerëzore, por është fjalë hyjnore. Sa që edhe një filozof francez njëherë tham, edhe me pasgjet Kur'anin dhe një shkretin dikundi dhe mëse dishim thët se qka është ai libër, dhe ta lexosh mbast për mbajtjes sot do ta kuptoje njeri se kjo nuk është fjalë e thjesht, po është fjalë e Zotit. Pra dhe të hujt e kanë pas se çfarë fuqie ka Kur'ani. Po pse xhamat në përgjithësi paria nuk e kanë desht Kur'anin në kohën e pejgamberit alayhis salam, po edhe më mbas në përgjithësi njerëzit e zakonshëm kanë qenë ata të cilët e kanë pranu Islamin, e kanë pranu fjalën e Kur'anit, po pse nuk e pranojshin paria, pse nuk e pranojshin udhëhecit e vendit. E sot e kësaj dite njëjtë e shohëm se udhëhecia e shteteve nuk u kuvendon mësimi I Kur'anit. Pse xhamat u kuvendon? Nga shkaku se ata janë të zhytët në zullum, janë të zhytët në korrupsion, janë të zhytët në kriminalitet, dhe ai I cili e ka ndërtu fuqinë e vet, pasuninë e vet, në bazë të zullumit, në bazë të padrejtësisë ndaj njerëzve, në bazë të kriminalitetit, ati xhamat nuk I kuvendon t'i marrë mësimet e Kur'anit, sa I duhet t'i lanë ato udhë e haramit. E për t'i lanë ai udhë e haramit, duhet pasunia prej miliona t'i bere në standard normal. E ai nuk u ka mësu të roje me një rokë normale. Ati nuk I vin tamam t'i marrë 1.000 euro rokë si I marrin gjithë njerëzit. Po dikush I as 1.000 nuk I merr, dikush I 500, dikush I ndoshta me 300 e kalon mujnë. A ai s'u ka mësu ashtu. Ai u ka mësu të ndërtoje shumë, e tash ta lanë gjithat haram, ti lanë gjithat o miliona, normal ma lejt për atë është ta refuzoje Kur'anin. Ma lejt I vinë thote joja këtë Kur'an se pranoj. Bile e luftojnë Kur'anin. Ata të cilët janë mas shumë të gjytët në zullum,
kush e luftun mas shumë të pejgamberin a.s. A ishin masa e thjesht, njerëzit e thjesht? Jo xhamat. Pejgamberi a.s. nuk pat problem me banorët e Mekës. Pejgamberi a.s. pat problem me udhëhecit e Mekës, me ata që udhëheqshin Mekën. Po pse udhëheqësia e Mekës e luftojshin pejgamberin a.s. Sepse ata e kishin ndërtu një sistem kriminal në Mekë, dhe ata e kontrollojshin këtë Arabin. Paria e Kurejshve nuk ishte vetëm udhëheqësia e Mekës. Ata e kishin uzurpu gjithë sistemin tregtar të Arabisë, sa që çdo tregti që u bofte, dufte të kaloje nëpërmes Kurejshve. E qabja ishte ajo që ja u binte fitimin më të madh, dhe ata e shfrytëzoheshin qabën për interesa personale, jo për adhurim ndaj Allahut, po e shfrytëzoheshin për interesat e veta, për ta shtu pasuninë e vet. Njerëzit e thjeshtë të Mekës nuk e kanë luftu pejgamberin a.s. Ama paria e ka luftu. E xhamat, njerëzive thjesht edhe sot e kësaj dite, Kurani nuk ju pengon. Ama kujt ju pengon? Ju pengon udhëhecive. Ju pengon atyne të cilët janë të zhytët në kriminal. Janë ata të cilët mas shumë ti e kanë ndërtu fuqinë e vetë, perandorinë e vetë, pushtetin e vetë, pasuninë e vetë në bazë të kriminaliteteve. Dhe ata janë që mas shumë ti ju pengon fjala Allahut. Pse? Se fjala Allahut e largon prej rrugëve të shejtanit, edhe e bie në rrugën e drejtë, e cila është Sirat al-Mustaqimi. E ku çon kjo Sirat al-Mustaqim? Kjo çon xhenet. Ama për të ecën këtë udhë, duhet largohesh në rrugicave të shejtanit. Nuk ka mundësi të hish në udhë të shejtanit e dalsh te derë të xhenetit. Nuk është e mundshme. Po duhet hecish në udhën e drejtë, që është rruga e Kuranit dhe Sunetit, që të mbrinsh në derë të xhenetit. Paria e Mekës ishin ata të cilët e luftun mas shumë të pejgamberin a.s. Se ata e shifshin se nëse e pranojnë Islamin, nëse e pranojnë Kur'anin, do t'je se fund i zullumit atyne. Fund i zullumit atyne. Sot e kësaj dite, pse shtetet e luftojnë mas shumë të Kur'anin? Sepse janë ndërtume në padrejtësi. Jo vetëm shtetet perëndimore, xhamat. Mos mendojni se flas vetëm për Rusia e Amerikë. Flas edhe për Arabi, flas edhe për Egjipt, flas edhe përgjithësi tokët arabe e në thojza muslimane, ama nuk ju kuvendon Kurani. Ata i kanë bërë disa ligje në shtetin e vet, kinse duken se janë shtete muslimane. Ama cilat i kanë bërë disa sende të thjeshta, boje nikahin me hoxh, ki e drejt, shkojsh në gjykat islame. Ama gjykata islame për fukarat, për njerëzit e thjesht, jo për mbretin. Mbretin nuk e zaj ligj, se mbreti është mbi ligjin. E në islam nuk ka mbret mbi ligjin. Ligji është mbi gjitha, sepse ai ligj është fjala e Allahut. Ama nuk ju kuvendon xhamat as Arabis, as Egjiptit dhe mas shumë ti që kanë luftu, janë që këto udhëheci xhamat kundra islamit. Ata në thojza kinë se e përkrahin islamin, ama në shkojnë bëjnë dostlëk me armiqt e islamit. Ka një anë thojnë se ne jemi shtete muslimane, a ka qetra anë shkojnë bëjnë dostlëk me Amerikën që janë satanista, bëjnë dostlëk me Izraelin satanista. Në thot kjo është mashtrim i populatës, që populatat mendoje se mbreti është musliman. Si është musliman të shkojnë haqë e ta bëjë haqilëkin. Mbreti Arabis e bon njëherë në mot një tavaf aty, sa që u lije sytë njerëzve të thujnë a ki musliman kona. A mbrenda dhomave, mbrenda zyreve, Allahu e di se qëfar pregaditin xhamat. Allahu e din se për ka punojnë ata. Dhe këta, mas shumë ti ju pengon që të kese shëriat, edhe pse ata i thonë vetit musliman, edhe pse thonë se shtetet tone e shtete muslimane. Ama shëriatin e kajnë vetëm disa pikë, vetëm disa sendet thjeshta, jo të sendet e mdhaja, jo të sendet e rëndësishme për shtetin. Xhamat, ligj, një qa me hoqë, edhe ne këtu në Maqedoni bëjmë. Kush e pengon dikandin? Jugoslavia ka pas ligj me, do thot, martesa me një qa hoqë.
ligjet e sheriatit, ligjet gjykatat sheriatit ka pas edhe 20 vjet mbas rënies Perëndrisë Osmane. Edhe kur ka qenë këtu Bullgaria, kur ka qenë Serbia, gjykatat islame kanë funksionuar deri në luftën e dytë botërore. 20 vjet mbas rënies Perëndrisë Osmane ka pas, pa do të thotë se Serbia ka qenë shtet islam se e ka lënë muslimanët një ditë ligje islame. Jo xhamat. Po thjesht sa të munde ka dal njerëzit t'i adaptoje derisa të vaheke krejt. Dhe xhamat njëjta punohet edhe sot e kësaj dite kundra Kuranit. Pse? Se udhëhecive nuk ju kuvendon Kurani, politikanëve nuk ju kuvendon Kurani, sepse me Kuran ju vin fund zullumit atyne. Sa ata janë mësuar të bëjnë padrejtësi, a edhe në punë kur të shtin të shantazhiren. Do të shtin punë, ama ti duhet bashkë me 20 antarë të familjes tande të vish të votojsh për mua. Ti duhet kur të punojsh unë të shtin atë punë, ama 20% vjedhmeve didajsh me mua. Me pas islam këto sende marrin fund, këto gjana përfundojnë, e ata nuk kanë qef që ndalët milioni, ata nuk kanë qef që ndalën parët e fuqia, prandaj luftohet Kurani. Ishin shumë të vetëdijshëm. Popujt, çdo herë se fjala e Allahut është e fuqishme dhe ndikon te njerëzit. Allahu xhaleshanhu edhe në Kur'an na tregon për popullin e Nuhit alayhis salam. Kjo është ndër pejgamberët e parë. Po çka thot Allahu xhaleshanhu në surën Nuh? Thot se Nuhi alayhis salam kur ju ka fol njerëzve për Islamin, kur ju ka fol njerëzve për Allahun, për dinin e Zotit, thot njerëzit thot i mshelshin veshët e tyne. I kanë mshel thot veshët e tyne, e disa thot teshët i kanë vëndu mbi kokë që mos e ndin çka thot Nuhi alayhis salam. I kanë mshel veshët xhamat, e kanë lu kryen që mos e ndin çka thot Nuhi alayhis salam. Pse? Pse mbyllje veshëve xhamat? Nga shkaku se e kanë ditë fuqinë se si ta ndin, mund të ndikohen edhe të afrohen të ndjojnë. E si të ndjojnë, ka mundësi të pranojnë. E si të pranojnë, duhet largohen prej traditave të vjetra. E ata thoshin, ne kemi gjetë babën të adhuru idhujt, e baba plak i ka adhuru idhujt, e tjetri para ati, e si të lam në adetin. E kini pa disa njerëz i xhamat, ma shumë janë të lidhet me adetet, sesa me ibadetet. Nuk i intereson çka thot Zoti. Thot oja, adet është e be. Po adetin kush e bëjnë? Njerëzit. Njerëzit e bin, njerëzit e largojnë. Nëse një adet ka bazë me islam, përputhet me fejnë islame, pranohet. Po nëse një adet është kundra fejës islame, s'ka bazë kërkundi, çka lypa jo? Atë largoje, ama adet është së ne largojnë. E xhamat edhe idhujtarët e Mekës kanë qenë më shumë të lidhët me idhujt, jo se ka pas kuptim e besimi atyne. Ata e dishin se s'ka kuptim. Ama së ne them adetin, ka kanë besimi babalarëve tonë, e ne da vazhdojmë traditën e vjetër. Njëjtë edhe pejgamberi alayhis salam kur shkojnë momentet e fundit Ebu Talibit, minxës vet i thote, o minx, thuj la ilaha illallah, që ta kiemu një sebeb ndërmjetësoj të Zoti për ty, të të ndihmoj të Zoti, ama nëse ti nuk e thot shahadetin, unë s'mund të ndihmoj. Si të ndihmoj unë të Allahu, nëse ti nuk e thot shahadetin? Edhe pse të kam minç, edhe me pas vlla, edhe me pas bab, edhe me pas nan, nëse ka vdek si jo musliman, së një ndihmon as pejgamberi, jo më dikush tjetër. Çka boni Ebu Talibi? Tha, unë tha të vdes, tha në fen e babalarve të mi. Fen e babalarve, së një litë ato idhujt, së në shpkut të njeriu, prej traditës, e xhamat adetët, traditët, do njëherë janë të vullosta në mendjen e njerëzve, ma fuqishëm edhe se feja e vërtet. Përderisa nuk zaventsohet bindja e Zotit në njeriu, ma fuqishëm t'i kese rojt feja të njeriu, ma fejlë se që i ka tradita, xhamat çdo herë njeri djape për pasi i traditës se sa fes. Ama kur feja do qese me rojnë zemrën e vetë, do qese vullosën zemrën e vetë, dhe kese imanin e plot, a i çdo herë do të shikoje çka thot feja në vërën parë.
E sot ne pse kemi probleme, xhamat? Se shumë prej gabimeve që i bëjmë janë çështje traditës, adete, së shpkut nga prej adeteve të vjetra. Po kush e prua atë adet? Bele kujt ju ka kujtu dhe një Haxhi Baba që para 50 vjetëve, para 80 vjetëve, para 100 vjetëve, hajde bëjmë që kështu. E tash sikur me kanë fjalë e Zotit, se ne hekim atë. Po pse se ne hek? Çka ka ajo? Po adet ka mbet. Po hiqe. Nëse so e mirë hiqe, çka duhet ajo? Kështu veprojshin edhe ata të cilët ishin kohën e Nuhit a.s. që kur ju lexofshin fjalët e Zotit, ata i mshilshin veshët. Njëjtë ishte gjendja xhamat edhe në kohën e pejgamberit a.s. kur ju lexonte Kur'anin, ata nuk dojshin ta ngjojnë. Dhe kishin frikë xhamat ta ngjojnë Kur'anin. Kishin frikë ta ngjojnë Kur'anin. Si thot edhe Fahrudin Razi, thot bojshin qëllimisht të zhurmë, sepse e dishin se nëse ndëgjojnë Kur'anin, do të ndikohen prej Kur'anit. Do preken zemrët e atyne. Dhe është një ajet kuranor, ku Allahu xhaleshanuhu na tregon se pabesimtarët të thojnë, kur të lexohet Kurani, walghaw fihi, bëjni zhurmë sa më shumë. La'allakum taglibun, thotë që ta mposhtim Kuranin. Dhe si thot Ibn Abbas radiallahu anhu, se kur ka lexuar Kur'an pejgamberi alayhis salam, ato i kanë shku afër, edhe thot kanë bërtit me za, i kanë mshel veshët dhe kanë bërë zhurmë, që mos e ndi njerëzit se çka të u lexuar. Qëllimisht ju kanë afru pejgamberit alayhis salam kur kanë nis lexoj Kur'an, ju kanë afru xhamat, di se i kanë dalë para ftyrës bile. Ju i kanë dalë bashkarshi ftyrës, edhe kanë nis të bërtasin me zanë. E kanë ngrit zanin, vetëm e vetëm bëj zhurmë që njerëzit o kolla mos e ndin çka lexohet. Pse kanë bërë zhurmë? Dhe si thot, do thot Kurtubiu, thot kanë bërë zhurmë që tjerët mos e ndin se mund prej asaj ta ndëgjojnë Kur'anin dhe ta pranojnë Islamin. E qëllimisht u kanë afru, kur e kanë pasë pejgamberi alayhis salam lexon Kur'an, këto u kanë afru xhamat edhe kanë bërtit me zot nal. Kanë nis do të ta ngrenë zanin, a vetë për veti kanë mshel veshët, mos ndin çka thuhet, ama kanë nis të bërtasin me zot, vetëm bëjnë zhurmë, vetëm që mos ndihet çka është u lexuar nga ana e pejgamberit alayhis salam ose nga ndonjë sahabe që ka dalë që bëje davet, se edhe sahabët xhamat kanë dalë të lexojnë Kur'an. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu është i pari i cili dol te Qabja dhe publikisht dol lexojti Kur'an. I pari dol publikisht mejdan edhe ju lexoj bash para Qabës, edhe pse hangër qitek, edhe pse rrehen, edhe pse ra pa vetdije, ama xhamat e lexoj Kur'anin. Njëjtë veproi edhe Uthmani radiallahu anhu, i cili dol publikisht lexoj Kur'an dhe e rrehen aq shumë saqë tek mbasi që ndije erdh në vetdije. Do thotë deri mbasi që ndije kish humb vetdijen prej qitekit, e mbasi që ndije erdh në vetdije. Njëjtë edhe Ebu Bekrin e kishin rre. Do thonë përgjithësi çdo njani që ka guxu të lexojë Kur'an në mejdan, do thotë ata e kanë maltretuar, e kanë rre, se nuk kanë desh xhema që të ndihet Kur'ani. Dhe njëri tjetrit i kanë thonë kur të lexohet Kur'an, bojni sa më shumë zhurmë që mos ndihet çka është u lexuar. Një prej armiqve më të mëdhenj që ishte në kohën e pejgamberit alayhis salam, në fillimin e thirrjes islame, mas shumti që e ka kundërshtu Islami, në mesin e Paris Kureshe, ishte edhe Omeri radiallahu anhu. Shif tash i thojmë radiallahu anhu, që e vdish si musliman, u bo musliman dhe përkrasi ma i mathi pejgamberit alayhis salam. Ama në fillim, Omeri radiallahu anhu ishte hasmi pejgamberit alayhis salam. Omer ibn al-Khattabi ishte njeriu që mas shumti e lufton të pejgamberin alayhis salam. I rrifte ata që e kanë pranuar Islamin, i mirte, i lidhte me sinxhir, edhe nuk i lëshonte derisa të talon Islamin dhe të kthehen në fenë e përparshme. Kështu ishte i ashpër Omeri radiallahu anhu. Dhe një ditë shkoi ta ngjoje pejgamberin alayhis salam, shkoi te Qabja kur shikon pejgamberi alayhis salam të lexoj Kur'an. Edhe ishte në namaz pejgamberi alayhis salam dhe ai lexonte Kur'an prej surës Haka. Edhe pejgamberi alayhis salam duke lexu, Omeri radiallahu anhu duke ndëgju prej mbas, thot, çka është kjo fjalë që thojnë këta? Mos është të ki poet. Mos është poet pejgamberi alayhis salam. Dhe ajeti kuranor thot, kjo fjalë e Zotit thot nuk është poezi, sa pak thot që mendojnë. Shif, ki me mendën e vet folte,
Nuk folte me za Omeri radiallahu anhu, me mendën e vet. Me mend tha, mos është tha poezi, tha ç'kjo çka të lexu. Erdh ajeti 41 i surës që thot, nuk është thot poezi, kjo çka është e lexu. Si me fol ki me pejgamberin alayhis salam, edhe pse pejgamberi alayhis salam i kthym ka qabja, nuk e din se kanë e ka për mbas, ama ajo është e lexu prej surës Haka. Omeri radiallahu anhu te fol me mendën e vet, e tash Kurani je përgjigje Hazreti Omerit. Ki me mendën e vet thot mos është poezi. Ajeti kuranor që e lexon pejgamberi alayhis salam thot nuk është thot poezi, kjo thot çka u lexu. Sa pak thot që mendojni. Masandaj me mendën e vet Omeri tha, po mos është thot ki sihirbaz. Mos është magji thot çka te boki. Thot ajeti tjetër 42 që vjen mbas, thot as magjistar thot nuk është. As magjistar thot nuk është Muhamedi alayhis salam. Ta shife i jep përgjigje Omerit radiallahu anhu. Ajeti vën, pejgamberi alayhis salam lexon namaz atje, vet pa xhamat, ama lexon me mendën e vet. A Omeri ngjon prej mbasi ka shkuar ngjon. Çka o ki Kurani? Pse arabët u kanë lehtë ta luftojnë Kuranin? Çka kanë? Hajde thot ta ngjoj çka është. Kur e ngjoj, nisi ta mahnite. Tash ki me mendën e vet folën, a Kurani e përgjigje, mos është poezi. Ajeti thot jo, nuk ka poezi. Thot mos është sihirbaz. Ajeti thot jo, nuk ka sihirbaz. Omeri tha me mendën e vet, po çka është e kjo? Ajeti tjetër 43 që vjen mbas thot, kjo është thot fjalë e Zotit e shpallat. Dhe Omeri radiallahu anhu thot që ki moment thot ke që unë të filloj të ndryshoj mendën për Islamin. Shife, 3 ajete xhamati ngjoj Omeri radiallahu anhu. 3 ajete. Ama që të 3 ajete ja lutën zemrën. Me 3 ajete Omeri radiallahu anhu prej hasëm i pejgamberit alayhis salam nisi ta zbute zemrën e vet. Ne jo 3 ajete xhamat, ne 50 vjet ndoshta në xhami e hatme lexojmë këta ajetet e Kuranit e ne prap zemrat nuk na ndryshojnë. Disa kur ti shoh çeça njerëz thotë ja unë s'ndryshoj. Po Kurani ka ardhur ndryshojë njerin, jo të lanë çka ke ka. Nëse çat tabihat e ke pas 20 vjeçar, e çat tabihat 70 vjeçar, e 50 vjet e ke ndi Kuranin, 50 vjet e ke lexu Kuranin, jo një hatme, 20 hatme, 30 hatme, e në Kurani prap s'ka bo njeri ma të mirë, atëherë gabimisht pas ke lexu. Atëherë, kur pas ke lexu, s'pas ke kon ati. Se nëse Kurani nuk në ndryshon xhamat, çka të në ndryshoje? Omeri radiallahu anhu 3 ajete janë ndryshun mendje. Ebu Bekri radiallahu anhu, pejgamberi alayhis salam 5 ajete vetëm ja lexoi. 5 ajetet e para. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Edhe 5 ajetet e para të surës Ikra. Me këto 5 ajete Ebu Bekri tha tamam, e kuptoj thot se ti je pejgamber. Hatixha me 5 ajete xhamatu bo musliman. E tjerë muslimanët e parë çka e pranon Islamin në javën e parë me 5 ajete vetëm i ndëgjum. Ama 5 muslimanët e parë ishin ndër më të fuqishmit xhamat. Ishte një Ali, ishte një Ebu Bekër, ishte një Hatixhe, të cilët gjithçka vëndun shërbim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu xhamat, Kurani do thot këtyne njerëzve me pak fjalë ja u ndryshoi komplet jetën e tyre. Me 5 ajete, me 3 ajete. Dhe ku do vije momenti që Omeri radiallahu anhu të bëhet musliman? Kur mor vesh se motra e vet u ka bo muslimane. E kishte një motër që e quajshi Fatime. Dhe mor vesh se u ka bo muslimane. Dhe i hini not dhe i mshojnë shuplak. Tha çka jeni të lexu, se i ndiv për jashtë të lexu. Tha jo, tha sta jap, tha letrën, tha. Ma jep letrën, tha ta shoh çka je të lexu. Tha jo, se ti je tha kafir, ti je pabesimtar, ti tha je i fllisht. Tha nuk mund ta prekësh ta Kur'anin. Nuk mund ta prekësh ta fletën ku është i shkruajtur Kur'ani. Nëse pastrohesh ta hap ta lexosh. Po kur e pa motrën e vet se kur i kish mshu, e kish xhakos, i dilte xhak ka hundët e ka goja, i erdh gjuna Omerit radiallahu anhu, pse motrës vet ja boni ashtu? Edhe shkoi u pastru, tha ma bertha ta lexoj, tha çka ishi të lexoj. Dhe e mor i lexoj ajetet e para të surës Taha. Edhe kur e lexoj, tha a prej çksaj, tha frikën, tha kurejsheta. A prej çksaj thot hikin arabta. Po kjo ka nda tha diçka e mirë. Kjo s'pas ka tha kur gjo keq. Pse tremën tha kurejsh prej kësaj fjale? Pse hikin ata prej kësaj fjale?
E në Omeri radiallahu anhu në qatë moment u bo xhamat musliman. U bo musliman vetëm pse i ndiv disa jetit Kuranit, jo krejt Kuranit. Vetëm disa jetë i ndiv edhe u bo musliman. Shife çfarë ndikimi kishte Kurani në jetën e njerëzve. Ndikim të fuqishëm xhamat. Aq ndikimi fuqishëm sa që tjerët pastaj kishin frikë ta ndinë. Tjerët xhamat kishin frikë ta ndëgjojnë, edhe pse dëniherë ju hipte kurioziteti për ta ndëgjuar, po kishin frikë xhamat ta ndëgjojnë. E inshallah taala me vazhdimin e temës do të jemi edhe në ligjëratën e ardhshme, në xhuman e ardhshme ku do shohim se si pabesimtarët edhe e luftojshin Kuranin, ama njëkohësisht edhe dojshin ta ndinë, sepse ndishin një afërsi dhe ndishin një mesazh që ja u ndryshonte jetët e tyre. E inshallah taala në xhuman e ardhshme. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.